shqiptarët, po duket që edhe kësaj radhe ka vepruar me atë sistemin cilin ka vepruar vazhdimisht. Jemi në një situatë politike kur e kemi një parti politike, në këtë rast Lëvizja Vetëvendosje, që edhe provizionet ma thjeshta kushtetuese dëshiron mi kompliku, dhe mandej kërkon prej gjykatës kushtetuese që ta mban anën e një interpretimit të saj. Ne e kemi pa, gjykata kushtetuese nuk është arbitër që thot ti ke të drejtë, ti s'ke të drejtë. Gjykata kushtetuese e ka për detyrë me interpretu kushtetuesen, jo me tregu kush ka të drejtë, apo kush nuk ka. Të thotë edhe gjykata kushtetuese... Te zgjedhja e Nenad Rashidit ishte qenë më e qartë. Po, është të qartë, gjykata kushtetuese ka qenë jashtëzakonisht të qartë. Është problemi i mungesës sepse është tentu në mënyrë të shkeljes së procedurave kushtetuese mos zgjedh kryesuesi i kuvendit. Është tentu që të imponohet një lloj votimi msheft pa u përcjell përfill procedurat e duhura. Është tentu që zgjedhet zavens kryesuesi i kuvendit pa u, do të thotë ti, nëse non-stop shkon edhe i keq interpreton për qëllime politike provizionet kushtetuese, nuk ka fajt gjykata kushtetuese që nuk t'i përkra ato. Sikur rastin sepse ky përveç çështjes së presidentit, të cilën e ka sqaru në mënyrë shumë shtërruese gjykata kushtetuese, e ka sqaru gjithashtu edhe këtë propagandën që duhet pa tjetër deputetët me morë pjesë në zgjedhje. Do thotë, është mandat jo detyrues, është në përderisa inkurajohen që të marrin pjesë, mi po nuk mundesh mi detyru ti deputetët me morë pjesë në zgjedhje. Do thotë, kur ti bën keq interpretime me qëllim, ka cilësh të lloj-lloj procedure ma banale, do thotë nuk është faji i gjykatës. Sa radhe për çështjen e presidentit, kush bëri keq interpretime? Po, çështja në këtë rast ka qenë, unë besoj që ka qenë një rast i veçantë, sepse asnjëherë Kosova nuk është gjindë në këtë situatë, s'ka pas vendime, këto e ka bërë të qartë edhe vendimi, që thotë është hera e parë që po interpreton këto dy nene, edhe ka pas hapësirë që të ketë një vendim të gjykatës kushtetuese, sepse edhe në 82 dhe 86 do thotë ka pas një lloj do thotë më dyshje aty. Edhe presidentja kur e ka marrë vendimin ka thënë që le të shkon në gjykatë kushtetuese. Jo, sepse s'u shkon në gjykatë kushtetuese. E ka shpërndar. Po s'munët, nuk mundet me shkruaj, ka bë dekret. Ka mujt ajo me çon në gjykatë kushtetuese. Jo, nuk mundet. Ka mujt me i ftu pa pas vendim partive politike. Pa pas vendim nuk mundet me çuë gjykata kushtetuese. Jo. Edhe ju është kthy negativ, do thotë vdesh me provuar. Kjo është do thotë ka qenë rast i veçantë, sepse është një situatë e veçantë, edhe mendoj se me këta është qartësu situatë. Veç ai që nuk don me kuptu, është tjetër send. Nuk mundesh me do thotë gjykata kushtetuese nuk mundet me thonë po ose jo. Apo din, gjykata kushtetuese ta jap arsyetimin, është një mori e tërë e interpretimit, ta jap logjikën se si e ka interpretu, edhe mandej do thotë nuk përdoraja gjuhë rrugës ose partijake me thonë ti ki të drejt, ti s'ki të drejt, ti e ki gabim, ti s'e ki gabim. Por çka është ajo? Ajo duhet me interpretu kush ka drejt, kush nuk ka. A ka pas drejt, a ka pas presidentja drejt apo s'ka pas? Presidentja ka pas të drejt logjikën e interpretimit